Mirë se vini në magazinën informative 21 drejt për drejt. Minutat vijues të këtij programi, informacionet kryesore nga vendi, rajoni e Mëgjerë. Në pjesën tematike me bisedë në studio, do të trajtojmë zhvillimet pas shpalljes së rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve, vendim ky që u cilësua si pjesëshëm për shkak të mos miratimit të kandidatëve të listës serbe, si dhe për shkak të mos konsumimit të afatit ligjor për ankesat në PZAP. Një proces zgjedhor pra i shoqëruar me telashe të shumta, po hyn në një fazë edhe më të ndjeshme. Rinumrimi i votave për shkak të dyshimeve për manipulim, si dhe shpallja e rezultateve pa u përmbyllur afati i ankesave kanë vënë në pikpyetje legitimitetin e procesit. Ndërkohë, paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa konfirmon se sot ka pranuar 7 ankesa nga subjektet politike, të cilat tashmë janë në shqyrtim. Ka përfunduar afati për ankesa në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, lidhur me rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 28 dhjetorit. PZAP bëri të ditur se ka pranuar gjithsej 7 ankesa. Për të gjitha ankesat e pranuara, PZAP do të vendosë brenda afatit ligjor prej 96 orësh nga data e parashtrimit të secilës ankesë. Ankesa e fundit e regjistruar sipas të dhënave të PZAP-s është dorëzuar nga subjekti politik Lista Serbe, e cila ka paraqitur ankesë ndaj vendimit të KQZ-s. Rasti ndodhet aktualisht në procedurë shqyrtimi. PZAP bëri të ditur se në këtë institucion 2 ankesa u dorëzuan edhe nga kandidati për deputet i PDK-s, Bekim Haxhiu. Njëra prej tyre ka të bëjë me shpërndarjen e ulseve në kuvend, ndërsa tjetra lidhet me parregullsi të pretenduara gjatë numërimit të votave me postë. Ndërkohë, 2 ankesa janë parashtruar nga subjekti politik Nova Demokratska Stranka, të cilat lidhen me pretendimet për parregullsi me vota, konkretisht me fletvotimet. Ankesë të ngjashme për parregullsi në votim kanë paraqitur edhe koalicioni PAI PDAK-LPB, si dhe Partia Rome e Bashkuar e Kosovës. Të gjitha rastet sipas PZAP-s ndodhen në shqyrtim e sipër, ndërsa palët kanë të drejtë ankese edhe në Gjykatën Supreme dhe vetëm pas konsumimit të afateve ankimuese KQZ-s i hapet rrugë për certifikimin e rezultateve zgjedhore. Misioni i OSBE-s në Kosovë thotë se po i monitoron nga afër zhvillimet në vend pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpalli të shtunë rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit, duke miratuar listat përbërëse të gjitha partive përveç asaj të listës serbe. OSBE është e njoftuar se lista serbe ka paraqitur ankesë në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa dhe do të pret përgjigje për këtë vendim të KQZ-s. Misioni thekson nevojën për respektim të plot të standardeve ndërkombëtare zgjedhore, në veçanti publikimin transparent dhe gjithëpërfshirës të rezultateve zgjedhore si një mjet për të siguruar siguri juridike dhe trajtim të barabartë për të gjithë garuesit zgjedhor, thuhet në reagimin e OSBE-s. Pra për gjitha çështjet që ngre procesi zgjedhor si dhe shpallja rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve të 28 dhjetorit, do të bashkëbisedojmë me ish kryetarin e Gjykatës së Apelit, zotin Hasan Shalën, aktualisht avokat. Zoti Shala, mirë se vjen në këtë bashkëbisedim. Mirë se vjen. Përshëndetje. Mirë dhe shikues. Atëherë KQZ-ja shpalli rezultatet përfundimtare pa u konsumuar afati ligjor 48 orësh për ankesa lidhur me administrimin e numërimit në QNR. A përbën ky veprim shkelje të së drejtës për mjet juridik efektiv të garantuar me legj dhe kushtetutë? Po, kjo është e drejtë e garantuar me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme të Kosovës, që pasi të përfundojmë numërimja, por në rastin konkret numërimi duhet jepet mundësia 48 orë që kush pale ose pale pa kënaqur të parashtrojë ankesën. Dhe për mua KQZ-ja është ngutë, nëse po dashte të pret 48 orë, mënyrë që pastaj të shpallë rezultatin përfundimtar. Po zoti Shala, ajo që u komentua më shumë është se KQZ pra miratoi listat e kandidatëve për të gjitha subjektet politike përveç listës serbe. Vendimi u marr me 3 vota pro, 2 kundër dhe disa abstenime. A e cenon në fakt ky vendim parimin e barazisë së subjekteve zgjedhore? A ishte një vendim me ndikim politik? Mendoj se ky vendim është më shumë politik se sa i bazuar në ligj.
nga se KQZ-a si organ apo institucioni pavarur i themeluar me kushtetut, është i pavarur dhe së përket ajo zbaton vetëm ligjin e nuk zbaton qëndrimet politike. Konsideroj se këtu më shumë kemi pas politikë dhe qëndrim politik me këtë vendim se sa të zbatohet ligji për zgjedhjet e përgjithshme, nga se ligji është i decisiv në këtë rast duhet pritën 48 orë për ushtrimin e ankesë ndonjë palë që është e paplotshme me numrin apo rinumrim. A ishte i menduar ky vendim, zoti Shala, sipas jush? Unë vetëm e kam dëgjuar kryesuesin e KQZ-s ku ka thonë mendoj që është i ligjshëm, andaj konsideroj se qëndrimi i tij është në kundërshtim me ligjin. Edhe gjithë anëtarët që kanë votuar për dasht pritet 48 orë. Po shpallja e pjeshme pra e rezultateve, duke ju referuar asaj çfarë ndodhi me mos aprovimin e kandidatëve të listës serbe, a krijon një praktikë të kundërligjshme që mund të përsëritet në të ardhmen? A është një lloj testi, nëse mund të shprehemi kështu? Edhe ky qendrim konsideroj se është i kundërligjshëm, nga se po bën presedent për lidhje për këtë ndarjen e një subjekti politik që për me mos me certifikua ose mos me shpall rezultatet e një subjekti politik, si që është në rastin konkret lista serbe, konsideroj se tu ma shumë kemi qëndrime politike se sa zbatim ligji. Andaj se për shkak se lista deputetëve ka kaluar në për shumë filtra, ka kaluar për filtrin e Ministrisë Punëve të Brendshme, me Këshillit Gjyqësor, Këshillit Prokurorent, që do thot ata plus është një departament kuadër KQZ-s, edhe ata kanë dhënë listën që të miratohet lista këtyre për shkak se asnjë kandidat i këtyre kësaj liste nuk ka rënë ndesh me ligjin deri më tani. Se sikur të kishte pas ndonjë kandidat i cili ka rënë ndesh me ligjin dhe i plotson kushtet për me eliminu nga lista, konsideroj se kjo është kishme qenë shumë mirë, nga se ky parim vlen jo vetëm për ligjin serbe, po ligji është për gjitha partitë politike. Gjitha ato partitë politike apo kandidatë që bin ndesh me ligjin për zgjedhjet e përgjithshme, sigurisht që vetë KQZ-a si institucion i pavarur duhet të i largojë nga lista e deputetëve. Pra lista serbe sot është drejtuar panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, duke cilësuar vendimin e KQZ-s si të palegjshëm dhe diskriminues. Cili duhet jetë veprimi i PZAP-s në këtë rast? A ka bazë ligjore për shfuqizimin e vendimit të KQZ-s? Shqyqoni, kjo nuk është rasti i parë, ne kemi pasur edhe 2 raste më pashme, si në zgjedhje lokale, si edhe në zgjedhjet e përgjithshme të Kosovës, që përfaqësues të VV-s dalin me këto pretendime pa kur një argument, pa kur një arsyetim. Se këta kandidat kanë kryer ndonjë vepër penale ose kanë ndonjë shkelje të cilën ata ligji do t'i përjashtojë. KQZ-ja është institucion i pavarur dhe ai duhet të zbatojë ligjin, jo qëndrimet politike. Këta 2 kandidatë që janë të VV-s kanë më shumë merr me qëndrime politike, por jo argumente, nuk parashtrojnë argumente të cilat kishin me vërtetu faktin se këta persona janë të zgjedhur nga qytetarët si të kundërligjshëm. Derisa nuk kemi një vendim ose një raport si nga këto ministrit apo këto këshilla që i përmenda parë, që këta nuk janë në listën e atyre personave të kriminalizuar, atëherë edhe qëndrimi i këtyre 2 deputetëve konsideroj që është i qëndrim politik, dhe se për qëndrime politike KQZ-ja vetëm e hupi imazhin e vet kur vendos lidhur me qëndrime politike. Ajo është aty edhe gjithë anëtarët e KQZ-s, edhe pse përfaqësojnë parti politike. Ata në momentin kur dekretohen, kur janë dekretuar nga presidenti, ata përfaqësojnë vetëm ligjin, nuk përfaqësojnë parti politike. Andaj çdo qëndrim politik i KQZ-s e dëmton imazhin e KQZ-s për lidhur me zgjedhjet demokratike dhe të rregullta që janë mbajtur. Beogradi zyrtar e ka cilësuar këtë vendim si shkelje të drejtave politike të komunitetit serb në Kosovë, në reagimin e vet prap lidhur me këtë situatë. A mund ta shfrytëzojë Serbia këtë situatë si argument kundër Kosovës në arenën ndërkombëtare?
Po sigurisht me ata shfrytëzojnë çdo të them ashtu çdo minutë që ne do ta bojmë. Mirë, po unë besoj që PZOP-ja është përbërë për anëtarëve të gjykatës së apelit, dhe se ata janë profesionistë, dhe ata nuk zbatojnë qëndrimet politike, por ata zbatojnë ligjin. Prandaj nëse qëndron ky parim, edhe unë besoj që ka me qëndru, unë besoj që ka me anulu vendimin e KQZ-s dhe ka me bashkangjit që edhe të partive tjera politike. Kundër këtij vendimi, atëherë ka drejt ankesë Pala Paknaqur, dhe se përket do të vendos pas 48 orëve, ankesë ka mas dhe ka drejt në gjykatë supreme, dhe gjykata supreme edhe në këtë rast brenda 72 orëve do të vendos lidhur me ankesën ndaj vendimit të BZAP-it. Po zoti Çala apo jep Vetëm kret kjo sipas mendimit tim është vetëm me e prolonguar çështjen e certifikimit të deputetëve nga ana e PV-s. Kto që ndrime ajo, pse po i bëm kështu, mas mirë ndjenit të politikës. Do të thonë, sipas mendimit jush është diçka tendencioze që ka ndodhur për të mos certifikuar rezultatet dhe rrjedhimisht për ta zgjatur procesin pasaj edhe të konstituimit të institucioneve, si e shene? Ky është qëndrim politik, nuk është qëndrim i bazuar në ligj. Tu e problemi. Prandaj KQZ-ja edhe institucionet shtetërore nuk guxojnë të vendosin që janë të pavarura lidhur me qëndrimet politike të një partie apo dy partie. Ata janë të autorizuar dhe kompetent vendosin vetëm të zbatojnë ligjin. E në këtë rast, unë konsideroj se ky qëndrim është qëndrim politik, nuk është qëndrim i bazuar në ligj. Në PZAP, pra janë dorëzuar sot disa ankesa politike të subjekteve politike dhe kandidatëve individual, e cila pra ka afat 96 orë për vendimarrje. A mund të ndikoj numri dhe natyra e këtyre ankesave në delegjitimimin e rezultatit përfundimtar të zgjedhjeve? Jo, këtu ka me qenë vetëm prolongim i procedurës kësaj çështje të certifikimit të rezultateve përfundimtare, pse unë nuk besoj që ka me pas një ndryshim lidhur me vendimet të cilat do t'i merr PZOP-ja apo gjykata supreme. Konsideroj se këtu ka me qenë vetëm është çështje e prolongimit se nuk e cenojnë procesin zgjedhor këtu ankesa tjera, përveç kësaj që ka të bëjë me këtë listën serbe. Po. Zoti Çala, gjatë rinumrimit janë evidentuar parregullsi serioze, pra mbi 80.000 vota të manipuluara kryesisht në Prizren e Malishev, me mbi 100 zyrtar të arrestuar lidhur me këto dyshime. Si e vlerësoni reagimin e prokurorisë? A është proporcional? A flasim për raste individuale apo për një skem të organizuar manipulimi? Këto raste cilat në ndodhen tani me 28 orë, ka ndodhur dhe përpara. Mirë, po këto nuk janë botë madhe, për shkak se unë kam qenë antar i PZAP-s 2 mandate dhe shumë kandidat janë ankuar, që ju kanë mbledh votat, nga i kanë dhënë një personi X personi tjetër. Mirë, po. Unë kur i thamë, bëne ankesën dhe ne do të shqytojmë mundësin shumë pak kanë marrë guximin që të shkojnë ankesën, vlerësojnë se nuk kanë dashur të ishte me partinë dhe kryetarin e partisë. Mirë po, sa i përket rastit rast, këtu nuk cenuohet procesi zgjedhor, për shkak se ato vota kanë shkuar në vendin ku qytetari ka votuar. Ta zonë. 500 vota të një personi, cilët ju kanë vënë tepër. Ato janë kthyer atij personi kandidati tjetër. Domthonë nuk po cenu pavarësia këtu politik. Prandaj është riparu ky qenim i zgjedhjeve. Dhe sa i përket prokurorisë, konsideroj se edhe prokuroria mirë ka bërë që ka vendosur, po e rasti i Prizrenit nuk pak më ka irituar, për shkak se prokuroria i 120 komisioner i ndaloj, mes të mi arrestoj. Edhe prej tyre, mas kaldimit të afatit, prej 48 orësh, propozoj për caktimin e paraburgimit vetëm për 20. Do më thonë, vetë dhe tjerë prokuroria pak ka qenë ngutshme,
edhe nuk ka mujt, nuk o dosht, se edhe për një person, edhe një natër shumë e madhe për me mu arrestu apo mu ndalu nga ona e policisë, ajo bo madhe kur edhe fundi vetëm 20 sekund për burgim. Zoti Shala, a është e orientuar keq ky procesi hetimit për manipulim të votave? Janë ndaluar pra mbi 100 zyrtar zgjedhor, por nuk janë prekur askush nga kandidatët për deputet të cilëve ju kanë shtuar votat me mira vota madje disave. Si e sheni jo? E tani, hetimet do të tërgujnë. Hetimet do të tërgujnë se ka qenë të involvuar edhe kandidatët cilë për deputet me komisioner. Andaj konsideroj se këto hetimet do të tërgujnë, po hetimet duhet bëhen shumë njërë profesionale, dhe në fund, nëse hetimet e vërtetojnë, se vërtet ka pas të involvuar edhe kandidat. Po, me gjithë se prokuroria ka paralajmëru hetimi edhe ndaj kandidatëve që kanë përfituar nga manipulimi, edhe pse disa janë distancu publikisht, po a duhet që patjetër të jenë subjekt hetimi edhe kandidatët? Jo, ata janë distancu publikisht, mirë po hetimet do të tregojnë diçka tjetër në ashta. Nëse hetimet tregojnë se ata kanë qenë të involvuar, edhe në vjedhën e votën, apo kishë përdejmë manipulim votën, atër sigurisht që përgjësia do të vjedhë atyne, penale. Dhe a mendoni se do të shkoj deri në fund ky hetim? A mendoni se do të shkoj deri në fund ky hetim, zoti Shala? Si e sheni? Unë jam i sigurt që edhe kam besim në prokurori që do të shkoj deri në fund kësaj çështje, edhe më në fund të vendoset një herë për gjithmonë që vota qytetare shkon aty ku ka votu, e jo të manipulohet vota qytetare. Sa e ka cenu integritetin zgjedhor kjo vjedhje e votave? Sa e ka cenu integritetin zgjedhor? Sa e ka zbe besimin e qytetarëve në votën e tyre? Pse i marrin fillimisht se këtu kemi përgjegjësi, këtu kemi përgjegjësi edhe penale, edhe institucionale, edhe politike. Përgjithësi institucionale i bjen KQZ-s, si institucioni pavarur, se ajo ka për detyrë organizimin dhe mbikëqyrjen e zgjedhjeve. Derisa komisionerët, ata drejt binë në ndesh me kodin penal në 216, ku e ka përcaktuar dënimin prej 3 deri në 5 vjet. Mirë po, atë edhe politik, sigurisht se partitë politike, cilat kandidatë të tyre kanë jënë gjenë në këtë situatë që jënë kështë përdojë votat, është manipulu vota, është djedhë vota, atër sigurisht që edhe i marrë e tyne partive politike do të bije tek qytetari dhe sigurisht që këta qytetari do t'i dënojnë edhe me votë. Për shkak se kjo manipulimi vota ka ndonë mrena një partije. Tani, përpara kemi pas raste kur kemi pas manipulimin apo vjedhjen e vota prej një parti tjetër, mirë po atë ka qenë shumë, ka reagu shumë shpejt si prokuroria dhe gjykata dhe janë dënuar. Tani nuk ka si manipulim apo vjedhje e votas prej një parti tjetër. Këtu e lëronesh kjo çështje. Tani besoj se ata do të jufta për mandate. Do të dënohen, po do të dënohen ta komisionerët të cilët kanë manipulu me votën, edhe sigurisht nëse edhe do një person tjetër që është dëshmëri me këto veprimet kundërshme, do të marrë përgjegjësinë, andaj edhe nuk do të përsëritet kjo, edhe qytetari do të jetë shumë i kënaqur nëse vota e tij do të shkon aty ku e ka pas besimin dhe vullnetin për votim. Zoti Shala, ju në cilësinë e avokatit, a jeni i përfshirë si palë mbrojtëse në ndonjë rast të këtil të dyshimeve për keqpërdërim votash? Jo, për shkak se unë ma shumë mena me këtë lamin civile, administrative dhe komerciale, me penale nuk merrna shumë, rastet ralla, ndaj nuk jemi njoftun si penalist, kështu që edhe me dëshirë nuk marr asnjë lan penale. Po me që dhe ju vetë thatë se ka shumë pak ankesa për mbrojtje në këtë proces të hetimit. Unë tash ka pas ankesa nga ana e deputetëve, kandidatëve, për shkak se u frikojshë me ushtu ankesa. Po mendoj, nga partia, po nga kryetari i partisë se nësë binë ndesh në konflikt me partinë. Mirë po tani konsideroj që kjo u bo, po pse u bo bashkë që të ku edhe këtu kam dyshimet e mija, por në do një herë tjetër do të folë edhe për këtë çështje. Pse bashkë tani ndodhen? Pse nuk ndodhen se këso manipulimi ka pasur edhe me ndonë shkurt? Si manipulimi ka pasur edhe para 4 vite? Pse bashkë tani ku kemi probleme për zgjedhjen e presidentit, ta kanë akua
edhe kemi rreth afatin shumë shkurt të konstruimit të parlamentit, i kemi shumë probleme se këta partitë politike, sidomos dhe vetë duhet me qenë shumë aktive për më mujt me konstituu parlamentin, për më mujt me zgjidh apo me themelu qeverinë, tek kemi edhe presidentin, kështu që këto janë probleme që edhe me orë duhet me shpejtu punën e lemo me ditë. E tani kemi ankesat, që këto me dhe sigurisht nëse dikush bën ankesë, pasi që i patë dham rezultatët përfundimtare, sigurisht që edhe kjo shtetje, prandaj ndodhen apo ndodhen me qëllim, apo qëllim unë nuk e di, por konsideroj se këtu kemi shkeli edhe nga keqësia, momentin kur i ka shkollë për prita fatin për 48 orëve. Është edhe një vendim tash i fundit i gjykatës kushtetuese, i cili i ka dhënë të drejtë listës serbe për postin e nënkryetarit. Si duhet veprojnë deputetët për konstituimin e kuvendit, në mënyrë që të shmangët një blokade re politike? Shqo, edhe këtu po keq përdorët. Nuk i ka dhënë drejtë e listës serbe. Kushtetuta e përcakton parimin e përfaqësimit. Me qenë se kushtetuta nuk mund të bëjë përfshirje. Kushtetuta e ka caktuar decisivisht se i takon partisë më të madhe politike serbe. Do të jetë karime, mirë po. Me qenë se tash në këtë rast është lista serbe. Tash ta po thoi për një lista, po nesër mund të jetë një parti tjetër. Në qartë. Në rastin konkret e kemi listën serbe. Por, me qenë se kemi një rregullore të cilën në vitin 2022 e ka miratu Kuvendi i Kosovës, ku shumica e deputetëve ka qenë të VV-s. Ajo rregullore taksativisht në 12, paragrafi 6, e ka përcaktuar saktë se propozimi për kandidatin apo nënkryetarin e kuvendit, komunitetit pakicë serbe, propozohet në shkrim nga shumica e deputetëve. Kështu thuhet në rregullore. Këtë rregullore vetë e ka miratu shumicave këtyre deputetëve të vendosjes. Edhe kjo rregullore është miratu me 2/3 e votave të deputetëve, që do të thotë, kjo është kushtetuta e Kuvendit të Kosovës. Për shkak se edhe për me ndryshu apo me miratu dërja më të madh të kushtetutas duhen 2/3 e votave. Prandaj çështja është pse dikush tash thot në mënyrë patriotike se nuk zbaton për shembull ligjin e kushtetutës. Zotërin, mos zbatimi i kushtetutës, mos zbatimi i ligjeve nuk është patriotizëm. Patriotizëm është nëse ti zbaton kushtetutën dhe zbaton ligjin, mos foli për fjalë më tashpra, kush e shkel kushtetutën, sikur kryeministri kur thëke kush e shkel kushtetutën super kriminal. Dhe sa tani, gjatë mandatit ti, ma shumë se 25 ligje i kanë kry pas mrapsht që janë punë të kushtetues. Dhe si pas këndvështrimit tuaj, ku është probabiliteti më i madh të bëhen institucionet para skadimit të mandatit të presidentit apo një blokade mundshme e re politike në vend? Për konstruimin e institucioneve shtetërore edhe nesër është vonë. Për shkak se prej duket 15 prillit kur ka fillu procedura për konstruimin e parlamentit, deri sot ne nuk kemi kuvend, kemi një qeveri e cila nuk ka mandatin e plot, ajo qeveri punon ditë e natë dhe shkel ligjet, bjen mendimet kundërligjshme, bjen ndesh me kushtetutën, nuk ka përgjegjësi. Tani kemi probleme se sa i kam informacione edhe gjykata kushtetuese e cila gjithmonë ka qenë gardian i kushtetutshmërisë dhe ligjshmërisë se Kosovës tani do të mbetet edhe pa 2 mandatar apo gjyqtar, kështu që atëherë edhe kushtetuesja nuk do të ketë forum për me vendos, kështu që do të vijë kohë një kollaps, tamam kollaps e cili do t'i knaqësh kundërshtarët e shtetit Kosovës, për shkak se shumica shteteve të cilat nuk e njohin Kosovën janë paraqitur me deklarime se qytetarët apo shqiptarët nuk dinë me marrë shtet. Prandaj ky ka vërtetëna qëllim se këtu blokadën personalisht është duke bërë Albin Kurti për shkak se ky nuk don me udhëheq me kompromisa apo me konsensus partije politike, po ky është një autoritar i cili don as qeverinë e vet, pas kuvendin e vetë që nesër do të
si dëgjon ky dëgjon vetë vetën, kështu që këto janë ato pasoja që do t'i ketë Kosova. Po, a ka bashkëfajtor Albin Kurti me që po e akuzoni, a ka bashkëfajtor në këtë blokadë, si e keni pa ju rolin e partive opozitare në këtë procesin e blokadës politike në konstituimin e kuvendit? Si veproj opozita? Po sigurisht edhe këto kanë përgjegjësim, kanë përgjegjësim më të vogël. Për shembull, rast konkret për rastin e Nedat Drashiqit e ka votuar Ledekeja. Po. Edhe ajo më përgjegjësi për këtë. Prandaj edhe këta kanë përgjegjësim, po përgjegjësinë qytetarët ja kanë besu këta zonë ato zgjedhjet e 9 shkurtit 42-3% so. Ja kanë besu VV-s që ajo ti themeloj institucionin shtetëror edhe të udhëheq shtetin. Po në fakt tërkohen u po një gjë se ky nuk është interesum, se besën interesum lidh kompromise konsensuese me parti politike dhe si problemin edhe themelojnë institucionet. Edhe tash është shumë edhe është me vonesë. Mirë po me pas vullnet. Edhe tash mundem me shfrytëzu rastin edhe mu. Që rast konkret është që për shembull që mos certifikime apo shpallja rezultateve të kësaj liste serbe, pse u veçu. Edhe tu ka përgjegjësinë në kjo opozita. Për shkak se s'ka guxim, s'ka përgjegjësi me vendos, pse frigohen që mos përgjegjësin të abortë listën serbe të partit të opozitore. Prandaj gabim, çdo qytetar, çdo udhëheq, çdo institucion shtetëror nuk guzon me pas prej kur zbaton ligjin edhe zbaton kushtetutën. Zoti Çale, unë falemderit shumë për pikpamjet dhe analizën lidhur me çështjet që ngritëm në këtë bashkëbisedim. Faleminderit juve. Pra, ishte me ne zoti Hasan Shala, ish kryetari i gjykatës së apelit. Besim edhe për pak qaste tek hetimet për manipulimi me votat. Prokuroria themelore e Gjakovës e ka ndaluar për 28 orë një person të dyshuar për falsifikim të rezultateve të zgjedhjeve parlamentare të 28 dhjetorit në Malishev gjatë procesit të numrimit të votave brenda subjekteve politike, thuhet në njoftimin e prokurorisë. Prokuroria themelore e Gjakovës thot se ndaj këtij personi është paraqitur kërkesa për caktimin e masës së paraburgimit në gjykatën kompetente për shkak të veprës penale, falsifikim i rezultateve të votimit nga Kodi Penal i Republikës së Kosovës. Ndërsa Prokuroria themelore në Prishtinë ka autorizuar policinë e Kosovës për grumbullim dhe mbledhjen e provave lidhur me dyshimet për parregullsi gjatë procesit të numrimit të votave në komunën e Podujevës. Sipas njoftimit të prokurorisë, autorizimi është dhënë për drejtorinë e hetimeve të krimeve ekonomike dhe korrupsionit në kuadër të dyshimeve për kryerjen e veprave penale që lidhen me cënimin e të drejtave të votimit. Prokuroria ka bërë të ditur se gjatë këtij procesi ekzistojnë dyshime për parregullsi përkatësisht mos përputhje në numrin e votave të kandidatëve për deputetët në Kuvendin e Kosovës pas përfundimit të numrimit të votave në Podujev. Autoritetet nuk kanë dhënë detaje shtesë lidhur me natyrën e mos përputhjeve apo numrin e personave që mund të jenë përfshirë në këtë fazë të hetimit. Lëvizja vetëvendosje ende nuk ka vendosur nëse do ta votoj apo jo në kryetarin e kuvendit nga komuniteti serb, post ky që në bazë të vendimit të gjykatës kushtetuese i takon listës serbe si grupi më i madh parlamentar nga ky komunitet. Në LVV thonë se lista serbe nuk e meriton këtë post për shkak të veprimeve të saj kundër shtetësisë së Kosovës. Ndërkohë juristët paralajmërojnë deputetët për pasoja juridike nëse nuk respektohet vendimi i gjykatës. Konstituimi i kuvendit mund të përfundojë sërish në gjykatën kushtetuese nëse deputetet e partive parlamentare nuk e respektojnë vendimin e fundit të gjykatës, i cili i ka dhënë të drejtë listës serbe si grupi më i madh parlamentar nga komuniteti serb ta ketë postin e nënkryetarit. Juristi Anton Recaj ndër të tjera paralajmëron deputetet se duke vepruar ndryshe do të bënin shkelje të tjera kushtetuese. Të gjithë deputetët cilët e kuvendit të Republikës së Kosovës, të cilët do ta votojnë një kandidat i cili bie ndesh me atë që ka thonë në gjykimin e gjykatës kushtetuese, fillimisht ata kanë shkelur që të gjithë e kanë shkelur
dhe nuk e kanë respektuar kushtetutën, atë gjykimin e gjykatës kushtetuese i cili përcakton normat dhe se si do duhet të konstituojë kuvendi, këtë rast se si do duhet të zgjidhej edhe nënkryetari i cili vjen nga komuniteti jo shumicë, në këtë rast komuniteti serb. Por pavarësisht këtyre paralajmërimeve, deputetët e vetëvendosjes dhe as të partive të tjera nuk kanë dhënë sinjale të qarta se mund të votonin një kandidat nga lista serbe për nënkryetar të kuvendit. Deputetja e zgjedhur e vetëvendosjes Mimoza Kusari tha se ende nuk kanë vendosur se si do të veprojnë në këtë pikë, por përmendi disa prej arsyeve pse nënkryetari i kuvendit nuk duhet të zgjedhet nga lista serbe. Ky subjekt nuk ka tregu as vullnetin minimal për të marrë përgjegjësi apo për të tregu distancim mbi aktet e tmerrshme që drejtues të lartë të këtij subjekti i kanë bërë kundër shtetit të Kosovës, kundër institucioneve, sovranitetit dhe me vrasjen e polisit apo rënjen e detyrë të polisit Herojton Afrim Bunjakut. Ish kryetari i kuvendit Dimal Basha e ka kundërshtuar vendimin e gjykatës kushtetuese, duke vlerësuar se ai nuk është në harmoni me rregulloren e punës së kuvendit. Basha ka dhënë sinjale se do të i mbrojë veprimet e tij edhe në të ardhmen, pasi kishte propozuar që përmes shortit të zgjedhet nënkryetari i kuvendit deputeti Nenad Rashić. Sipas rregulloret të kuvendit, e drejta i takon për interpretimin e rregullores i takon kryetarit të kuvendit. Do të thotë këtë rast, kryetari i zgjedhur i kuvendit mund ta shpallë kuvendin si të konstituuar me zgjedhjen e nënkryetarit. Por që kuvendi mund të vazhdojë punën e tij duke mbajtur seancat dhe mund të vazhdojë punën e tij i natyrisht deri në momentin kur i njëjti vendim mund të kontestohet sërish në gjykatën kushtetuese. Profesoresha Arta Tahiri vlerëson se partive politike ju mungon bashkëpunimi për të ikalimin e sfidave në formimin e institucioneve të reja, prandaj sipas saj po ndodhin bllokada politike. Tahiri pret që përmes një marrëveshjeje politike të ikalohen sfidat, përfshirë edhe zgjedhjen e presidentit të ri. Besoj që duhet këtë një marrëveshje, është jashtëzakonisht edhe jetike ose moral politik që subjekti i parë i cili propozon në këtë rast presidentin apo presidenten të ketë një marrëveshje të cila krijon stabilitet. I duhet një marrëveshje politike pavarësisht se ka 51% të votave zotri Kurti për të kaluar disa ligje ndërkombëtare të cilat janë të rëndësishme për shumicën parlamentare, dhe ishte shumë e shëndetshme të kishte një koalicion me subjekt tjetër në këtë rast me RDK-n ku po shihemi më të përafërta. Në qoftë se jo, do vazhdo siç ka vazhduar dhe 4 vite nga e kaluara, dhe e rëndësishme është që shteti mos shkojë në proces tjetër jashtë zgjedhor për çështjen e presidentit. Pas shpalljes së rezultateve të zgjedhjeve të 28 dhjetorit nga KQZ-ja dhe përfundimit të afatit për ankesa, hapet rruga për konstituimin e kuvendit me zgjedhjen e kryetarit të ri dhe 5 nënkryetarëve, 3 nga partitë më të mëdha shqiptare dhe 2 nga komunitetet pakic, serb dhe jo serb. Jo, si marrëdhënieve ndërkombëtare jeton Kelmenti tha për Radio Televizionin 21 se subjektet politike pas përfundimit të ciklit të zgjedhjeve do të duhet që seriozisht të nisin punët lidhur me formimin e institucioneve. Ai vuri theksin tek mosmiratimi i buxhetit për vitin 2026 dhe marrëveshje ndërkombëtare nga të cilat Kosova po vazhdon të humbas qindra miliona euro, veçanërisht nga plani i rritjes, duke thënë se qytetarët nuk guxojnë të mbesin peng i lojrave politike. Fakt, Kosova ka hyrë në një cikël pothuajse të zgjedhjesh vitin që lan pas dhe shpresoj që nuk do të vazhdojë kjo telenovele udhëhequr jo në mënyrë të duhur, sigurisht nga çështjet e caktuara politikës kosovare. Unë mendoj se kësaj radhe do të jetë ngopur me fitore Albin Kurti, sepse i ka 51% dhe shpresoj që ai të mund të bëjë institucionet, të ketë një marrëveshje shumë demokratike edhe me ndonjë subjekt caktuar dhe për zgjedhjen pastaj të kreut të shtetit dhe fillimisht të krijohet qeveria, të ratifikohet buxheti, pra që Kosova të tashmong ndonjë krizë buxhetore, sepse pa miratimin e buxhetit sigurisht se do të ketë krizë, pastaj nëse arrihet një marrëveshje e mundshme
përzgjedhjen e kryetarit ose kryetares së shtetit, në rregull. Nëse nuk arrihet, le të shkojnë zgjedhje, le të bëjnë këso lloj telenovelash, po s'pakut mos e lënë Kosovën dhe qytetarët e saj pa buxhet të ratifikuar dhe pa ratifikim të dy marrëveshjeve që janë urgjente, sepse bëhet fjalë për miliona, pra parat të Bashkimit Evropian dhe ato kërkojnë ratifikim prej 2/3 të deputetëve të Kuvendit të Kosovës. Kosova dërmëtan nuk arritë të marrë asnjë cent me kështu nga fondet e BE-s. Apo rrezikon që t'i humbas plotësisht nëse vazhdon kështu pa institucione? Po teorikisht mund të zgjidhet pa fije problemi. Domethënë ka ndodhur çfarë ka ndodhur deri këtu, jemi dëshmitar të asaj, por tash e tutje gjithçka varet nga koka dhe mendja e një njeriu të quajtur Albin Kurdi, pra kryeministit në detyrë, dhe shpresoj edhe kryeministit në ardhje sepse i ka fituar 51% e votave. Se çfarë do të ndodhë është vështirë për të parashikuar sepse kemi të bëjmë një njeri shumë jo konvencional, i cili gjithë politikën, gjithë jetën e tij e ka një farloj mekanizmi parapolitik ose mos them agjenturesk, dhe ai veprimet e tij ka shumë diskrete deri në momentin, pra asnjëherë nuk i di kush veprimet, as nuk mund t'i parashikoj sepse është krejtësisht i paparashikueshëm. Pra, i ka numrat, le ta bën qeverinë, sigurisht se dihet sistemi zgjedhor çfarë ndodhi, me një kredibilitet goxha të thyer ose me një reputacion, po them, dhe imazh shumë të dëmtuar, por sido që të jetë, Kosovës i duhet institucione, i duhet qeveria, i duhet kuvend dhe ratifikimi i këtyre. Shpresoj që të mos ketë probleme artificiale siç ndodhi me mos certifikimin e listës serbe. Pra, kjo është një nga aktet, do të quaja, shëmtim i demokracisë. Është pak term i rënd, por po e them me shumë përgjegjësi, individ dhe grupacione të caktuara po e shëmtojnë demokracinë sepse në emër të një patriotizmit, pra jemi kundër listës serbe dhe po e shkelin gjykatën e vet, po e shkelin ligjet e shtetit vet. Dhe unë mendoj se kjo nuk e çon Kosovën në vend të duhur, kjo nuk i duhet Kosovës dhe ore qas sa më herët që ta kuptoj kasta politike në Prishtinë se kësaj rrugën nuk shkohet drejt Evropës dhe natyrisht se qytetarët janë ata që presin më shumë sepse ata e thanë për sa herë, madje u përgjigjen masovikisht votimi dhe i dhanë besimin, aq sa kërkoj, i dhanë besimin kësaj shumice, po them. Prandaj unë shpresoj që kësaj radhe të lihen lojrat politike, sepse nuk ka nevojë më për lojra politike dhe të krijohen institucionet dhe Kosovën ta nxjerrim nga ajo kriza e madhe. Të akuzuarit për krime lufte në Izbic, Muhamet Ali Demajt i është ullur dënimi në rigjykim nga 15 në 13 vjetë burg. Familjarët e viktimave kanë cilësuar si dënim shumë të ullët dhe kanë paralajmëruar ankesë. Gjatë i rigjykimit, gjykata themelore në Prishtinë e ka shpallur fajtor dhe ka dënuar me 13 vjet burgim Muhamet Ali Demajn, i akuzuar për krime lufte, përkatësisht për pjesëmarrje në kryerjen e masakrës së Izbicës. Gjykata themelore në Prishtinë, Osnovni sud u Prištini, Departamenti special, Specijalni departman, trupi gjykues, sudsko veće, pas përfundimit të shërtimit gjyqësor, končanja sudskog postupka, pas këshillimit dhe votimit, nakon savjetovanja i veçenja, sot me datën 02/02/2026, ndaj të akuzuarit Muhamet Ali Demaj, optuženog Muhamet Ali Demaj, me shënime personale si në shkresat e lëndës, podacima kao u spisima predmeta, është fajtor krivje, se ka kryer veprën penale në bashkëkryer delo u saizvršilaštvu, krime të luftës kundër popullsisë civile, trupi gjykues, sudsko veće, në bazë të dispozitave të akuzuarit optuženog Muhamet Ali Demaj Muhamet Ali Demaj, e shpall fajtor dhe gjykon proglašava krivim i sudi, me dënim burgu në kohë zgjatër prej 13 viteve. kaznom zatvora. Familjarët e viktimave kanë reaguar duke cilësuar si shumë të ullët dënimin. Vendimi na duket shumë i ullt, mirë, po gjykata ka marrë vendim edhe çka kena na me thonë për te gjykatës. Muanku ke muanku, so kena me arrit qëllimin ton jetë më po. Kodi penali i Jugoslavisë për rëk ka qishtu, belen maksimum. Se për neve edhe 15 vjetë normalisht që është pak. Unë personalisht nuk e kom po që e ka vro asnjë. Unë e kom po që ju ka prin serbe me hinë shotin Izbic. Qka se kom po nuk muna me honë që kom po të vro. Mirë, po atë dit një Izbic nuk ka po zdorësëm.
A ditë jënë një krismat e tenkav, tupav, të kaloshav, të pushkve, edhe jënë masakru 137. Në gjykimin e parë, Ali Demaj, që sipas akuzës ishte pjesëtar i forcave policore dhe ushtarake serbe gjatë periudhës së luftës, ishte dënuar me 15 vjet burgim. Në Izbic të Skënderajt, forcat serbe vranë 130 persona në mars të vitit 1999. Ali Demaj ishte arrestuar në mars të vitit 2021 dhe ishte dënuar në korrik të vitit 2024, por një vit më vonë gjykata e apelit e ktheu në rigjykim rastin. Si në gjykimin e parë, ashtu edhe në rigjykim, Ali Demaj, shtetas i Serbisë me nacionalitet shqiptar, ishte deklaruar i pafajshëm për krime lufte. E pafajshme është deklaruar edhe akuzuara Nadica Cvetković lidhur me akuzën se në cilësinë e gardianës në burgun e Prishtinës dhe paralelën në Lipjan ka kryer krime lufte. Ajo rrëfeu para gjykatës për trajtimin çnjerëzor ndaj të burgosurave shqiptare në burgun e Prishtinës, paralelja për femra në Lipjan. Mbaj mend që për çdo muaj rregullisht më ka torturu kur pa ndalë, gjatë bombardime për çdo ditë. E lëshoj ke magnetofonin me zot lart për mos muni brima, edhe ka përdorur dhunë të vazhdueshme. Ky është veni, tha, ku kemi gri shqiptar, tha, edhe ti në përshtu maqina sot kime dhe përtu, edhe më ka gjvesh. Që shumë ka bon ana, e ka qitë fotografin, e ashtë më thaqit në tokë, edhe më kanë torturu sa kanë mund. Deri sa s'ka mujt mi përbalu, është mundu me mështi me shkel fotografin e ashtë më thaqit, edhe nuk e kom shkel, në fund t'i kom thonë, në zirë revolën në vranë. Se nuk e shkeli së rëzloje. Edhe ishe burgosura tjetër Jehona Krasniqi Morina, tha se ballafaqimi me të akuzuarën pas gati 3 dekadash përbën një pikë kthese për viktimat. Momenti që u ballafaquam pas gati 3 dekadash në gjykat, nuk solli emocione të mira, kuptohet. Ka qenë e dhunshme, shumë e dhunshme. Ka pas presion psiqik të jashtëzakonshëm, në mënyrë të pandërprer me gjitha të burgosurat, nuk ishte e vetmja, janë disa tjera që përmendën prej gardianëve dhe në këtë akuzë. Për të vu drejtësia në vend, duhet janë gjitha, sepse kanë qenë bashkëfajtore në dhunën sistematike, presionin shumë të madh psiqik e fizik, deri në Livanosje që tha dhe prokurori i rastit. Mirë po, kjo është një pikë kthese për ne, sepse pas 2 dekadash e sa, është një shenjë pozitive që drejtësia po don ta vënë në pah dhunën e dikujt që me të vërtet kanë bërë presion të jashtëzakonshëm. Melvyde Saraçi, e cila tha se dhuna e përjetuar në burg i ka lënë pasoja të rënda edhe në dëgjim, deklaroi se sot kishte të vështirë të dëgjonte seancën gjyqësore. Po me atë shikim që është cilë atje edhe sot ka hyrë në sallë, me atë ignorancën e vet, me atë fytyrën e kriminales, me atë fytyrën e shpirtëzezës, na ka shiku të gjitha me radhë. Dhe për mu është një ditë e fitore sot, për faktin se ajo sot ndodhet në pozitën që kemi qenë na, për më vjen keq që ne pagujmë taksa, edhe ju gazetarë dhe të gjithë qytetarët e Kosovës, që ajo të ushqet me taksat tona. Një kriminale tillë duhet të dënohen edhe ato të tjerat munges që në mënyrë për neve grave vajzave, që kemi burgos në rrethana të jashtëzakonshme, që kemi punu për liri dhe pavarësitë të Kosovës, që na kanë dëmtuar edhe gjymtyrët, na kanë dëmtuar psiqikisht, moralisht, na kanë përull, na kanë sharë kombin, na kanë sharë ushtrin çlirëmtare të Kosovës, na kanë sharë nënat shqiptare, djepin e fëmijëve shqiptar dhe gjithçka tjetër. Në gjykatën themelore në Prishtinë është mbajtur seanca fillestare ndaj të akuzuarës Nadica Çepkenović, e cila akuzohet se ka shkelur rregullat e së drejtës ndërkombëtare, duke keq trajtuar në mënyrë sistematike të burgosurat shqiptare në kohën kur ishte gardiane në burgun e Prishtinës, paralelja për femra në Lipjan. Ndrojmë temë të informacionit. Presidenti Atifete Jahjaga ka hedhur poshtë kategorikisht raportimet që e lidhin emrin e saj me dosjen Epstein, duke i cilësuar ato si tërësisht të pabaza
dhe të pavërteta. Në një postim në Facebook, Yahyaga ka theksuar se gjatë mandatit të saj si presidente e Kosovës nuk ka pasur asnjëherë njohje, takim apo çfarëdo kontakti me Epsteinin, si pasaj çdo pretendim për një lidhje personale apo institucionale është i pavërtet dhe nuk mbështetet në asnjë fakt. Përmendja e emrit tim nga mediat me rastin e dokumenteve të publikuara së fundmi lidhet vetëm me një korrespondencë elektronike të palëve të treta, e cila nuk përbën dhe nuk dëshmon asnjë takim, njohje apo lidhje personale me mua. Emri im askund nuk përmendet në asnjë lloj dokumenti të publikuar, ka shkruar Yahyaga. Ajo tutje ka shtuar se në emailat në fjalë përmendet presidenti i Kosovës, por pa u specifikuar se për cilin president bëhet fjalë, ndërsa nuk ka asnjë kërkesë për takim me emër të saj apo të ndonjë përfaqësuesi të presidencës. Mirëmbajtja e segmentit të rrugës Mon Balaj ka shkaktuar përplasje mes komunës së Prishtinës dhe Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit hapësinor. Dyja institucionet heqin përgjegjësinë nga vetja. Temperaturat e ulta dhe rreshtet e borës gjatë së dielës kanë bërë që qarkullimin e këtë segment të vështirësohet. E për këtë, Komuna e Prishtinës fajtore ka lënë MMPH-in, që sipas saj është në përgjegjësinë e kësaj të fundit, por ka theksuar se pavarësisht ndarjes së kompetencave, komuna ka vepruar për të garantuar sigurinë e qytetarëve. Segmenti rrugës Mon Balaj në Kodrën e Trimave është në përgjegjësi të Ministrisë së Infrastrukturës. Megjithatë, përballë situatës së krijuar, Komuna e Prishtinës ka vepruar menjëherë dhe me përgjegjësi, sepse siguria e qytetarëve është prioritet absolut. Pavarësisht ndarjes së kompetencave, komuna ka intervenuar mbrëm 2 herë në këtë segment rrugor, duke vepruar me vendosmëri për të parandaluar rrezikun dhe për të garantuar sigurinë në qarkullim, thuhet në reagimin e komunës. S'ka munguar përgjigjja e ministrisë. Zëvendësministri në detyri MMPH-s Hysen Durmishi ka mohuar se ky segment është nën përgjegjësinë e tyre. Ai në Facebook ka shkruar se kjo pjesë është në përgjegjësinë e komunës së Prishtinës, duke shtuar se ajo po ashtu ka ndërhyrë në këtë pjesë të rrugës duke vendosur pengesa. Si që kemi theksuar edhe më parë, jemi të përgatitur dhe plotësisht të përgjithshëm për mirëmbajtjen e rrugëve, që janë në kompetencë të ministrisë gjatë sezonit dimror. Mbrëm me fillimin e rreshjeve të borës, ekipet tona janë aktivizuar menjëherë dhe kanë hedhur krip në të gjitha rrugët në përgjithësinë tonë, me qëllim të garantimit të qarkullimit të sigurt dhe të papenguar. Kompetenca e Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit hapësinor përfshin segmentin rrugor nga Brnica në drejtim të komunës së Podujevës, segment nga i cili edhe ka filluar realizimi i projektit të rrugës Prishtinë-Podujevë. Temperaturat e ulta dhe rreshjet e borës kanë shkaktuar telashe për veturat në këtë segment rrugor, por edhe në shumë rrugë e rrugica brenda kryeqytetit, si dhe zonat rurale. Njësiti i trafikut të kryeqytetit gjatë muajit të kaluar ka shqiptuar gjithsej 4.608 gjoba për kundërvajtje të ndryshme. Sipas njoftimit, krahasuar me periudhën janar 2025, gjatë muajit të kaluar janë shqiptuar 311 gjoba më shumë si rezultati zbatimit të planeve, kontrolli i shtuar i trafikut dhe kontrolli i shpejtësisë. Gjobat janë shqiptuar për kundërvajtje të ndryshme si përdorim i telefonit gjatë vozitjes, mos respektimi semaforit, tejkalimi kolonës dhe në vit të plot, tejkalimi i shpejtësisë dhe kundërvajtje të tjera, thuhet në njoftim. Mëtej theksohet se kontrollet në komunikacion nga kjo njësi do të vazhdojnë edhe në ditët në VM, andaj ju bëhet thirrje qytetarëve që të tregojnë kujdes të shtuar dhe të respektojnë rregullat e komunikacionit. Përdorimi i inteligjencës artificiale për këshilla shëndetësore po bëhet gjithnjë e më i zakonshëm tek qytetarët, por mjekët dhe ekspertët e teknologjisë paralajmërojnë se informacionet nga platforma si ChatGPT duhet të merren me kujdes dhe të mos zëvendësojnë konsultat profesionale. Inteligjenca artificiale po shtrihet gjithnjë më shumë në fusha të ndryshme të jetës, duke përfshirë edhe sektorin e shëndetësisë. Qytetarët shprehen se përdorin motorët e gjenerimit të informacionit të llojit si ChatGPT për marrjen e këshillave shëndetësore. Po, konsultohemi nga një herë me ChatGPT-n, që është për çështje shëndetësore. Për shembull, për çka? Po, nëse një herë dam dikun
koma ose koka ose çka më përdor. Inteligjencën artificiale nuk është e përdorit qatë shumë për shëndet, pasi që është një temë pak ma serioze edhe zakonisht munduna me marrë konsultime për mjekëve, në vend të inteligjencës artificiale në këtë rast, por nashta për këshilla ma të lehta, për ma të mira, është që edhe pës për jo shumë raste. E përdori, vetëm nuk është që e marrë edhe me seriozitet, konsultohen edhe me mjekun. Sipas mjekut familjar në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, Rushit Ismaili, nuk mund t'i rezistojmë gjërave të reja që vinë dhe që janë të dobishme si inteligjenca artificiale, por u bën thirrje pacientëve që çdo përgjigje ta marrin me rezerva. Po tani inteligjenca artificiale është futur në përditshmërinë tonë, zakonisht ka rezistencë gjithmonë për gjërat e reja, edhe përpara ka pas rezistencë kur ka dalë diçka e kohës. Mirë po, koha pastaj ka tregu që ne nuk jemi në gjendje të ndalojmë ato, kështu që pacientët janë duke i përdorur. Edhe tani aty do të ketë një farë kujdesi, sepse ndonjëherë edhe bëjnë keq interpretimin e informatave që marrin nga inteligjenca artificiale. Ka raste që sapo ka filluar trajtimin, kanë ardhur të alarmuar sepse kanë lexuar në inteligjencë artificiale efekte anësore të frikshme, që ka dhe që kanë ndërprerë trajtimin. Mirë po... A nxjerr panik kjo? Ndez panik, është për fat të keq që ndonjëherë kur po mungon edhe kontakti me mjeku, kjo pastaj alarmon pacientin. Mirë po, jo gjithmonë interpretimi i tyre nuk është i dur, sepse e ke parë edhe ato prospektet e ilaçeve ku shkruan gjithat efekte anësore, ato janë shumë të rralla, ndodhen ta zënë në 1000 pacient. Mirë po, pacienti më njëherë identifikon veten me atë efekt anësor. Kështu që, çka të them, është goxha problematike tani puna e inteligjencës artificiale, se ne nuk kemi në gjendje ta shmangim atë, mirë po, le të marrim me shumë qetësi, çfarë do që t'ju thot ajo. Ismaili thot se inteligjenca artificiale është e dobishme sa i përket informacioneve të përgjithshme për shëndetin, por ai bën thirrje që edhe nëse merren këto informacione, pacientët duhet ta kenë edhe një mendim nga mjeku. Gjithmonë edhe inteligjenca artificiale thot që ju duhet ta konfirmoni, të këshilloni edhe me një burim tjetër, sepse mund të ketë gabime, edhe ne kemi vazhdimisht gabime që ballafaqohemi nga informacione që rrjedhin nga inteligjenca artificiale. Natyrisht që është e dobishme, njerëzit mund të marrin informacione të përgjithshme edhe ndonjëherë i sigurojnë edhe për shëndetin e tyre, mirë po nganjëherë edhe ngatrojnë. Më së miri është që çdo pacient ta ketë mjekun e tij familjar, me të cilin pastaj konsultohet për saksinë e këtyre informatave. Akoma shëndeti është në duart e mjekut, jo të inteligjencës artificiale. Ekspertja e teknologjisë Konxhe Syla i tha se shumë njerëz po mbështeten te platforma ChatGPT për të marrë përgjigje shëndetësore, por theksoi se ajo duhet të përdoret vetëm për informacione të përgjithshme. Sipas saj, për shqetësime shëndetësore është e nevojshme të konsultohet një mjek. Platformat si ChatGPT janë shumë të mira për të dhënë informacione të përgjithshme shëndetësore, mirë po jo për informacione përfundimtare. Pra, nëse ti ke një problem shëndetësor edhe ja shpjegon simptomat e tua, nuk është mjek që të diagnostifikoj, ata nuk janë mjek të licencuar. Pastaj kanë mungesë të empatisë. Edhe kjo gjithashtu ndikon mënyrën se si të përgjigjet platforma. Prandaj është shumë e rëndësishme që çfarë do lloj përgjigje që merrni nga ChatGPT, nëse ka të bëjë me të dhëna më të hollësishme, duhet ta merrni me një mendim kritik dhe ta shoqëroni prapë me një konsult nga një profesionist. Syla shtoi se është shumë e rëndësishme që përdoruesit të mos ndajnë informacione personale apo të ndjeshme në platforma të tilla. Është shumë e rëndësishme të mos ngarkohen dokumente të cilat përmbajnë informacione senzitive në platformë, pasi që këto platforma pastaj mund të ushtrojnë modelet e tyre të mësojnë ato me të dhënat që ju i ngarkoni aty, duhet i ruani sa më mirë të dhënat e juaja personale, ashtu që të mos keq përdore në të ardhmen dhe mos t'ju ekspozoni ju si person me probleme të ndryshme shëndetësore. Pasi që inteligjenca artificiale po gjejnë përdorim edhe në fushën shëndetësore, në fund të vitit 2025, ChatGPT ka lansuar produktin e tij ChatGPT Health për edukim shëndetësor dhe ndihmë për mjekët. Megjithatë, sipas ekspertëve, duhet të kemi kujdes në ato se çfarë kërkojmë dhe çfarë marrim nga inteligjenca artificiale.
shoqët magazinën informative 21 drejt për drejt. Faleminderit për vëmendjen dhe mirëmbëjtje.